Atë përshëndetje të gjithëve. Jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, për t'ju njoftuar që si Parti Demokratike e Kosovës sot do të dorëzojmë kallëzim penal ndaj deputetit Albin Kurti dhe të gjithë deputetëve tjerë të lëvizjes së vendosje, të cilët mbajnë funksione të dyfishta, pra janë edhe anëtarë të qeverisë, edhe ministra, edhe janë betuar si deputet. Unë kallëzimin penal këtu e kam me vete. Ky kallëzim penal do të depozitohet në prokurorinë speciale për besoj gjyqësore për këtu, mas përfundon konferenca jo për media. Shkelja e Kushtetutës së Kosovës, e ligjit për qeverinë, dhe po ashtu e vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk mund të vazhdoj, prandaj nevojitet aktivizimi i prokurorisë shtetit. Siç besoj dhe dini, mosbatimi i vendimeve gjyqësore të gjykatave të rregullta të Kosovës është vepër penale, prandaj mosbatimi i vendimit të Gjykatës Supreme, akt gjykimit, në rastin e ministrit e Kuran Murati, cili vlen edhe për anëtarë të tjerë të qeverisë, për bën vepër të pastër penale dhe kërkohet reagimi i prokurorisë së shtetit. Siç dihet, ne nuk e kemi të paraportë si vepër penale mosbatimin e vendimeve të gjykatës shëtuese, por të gjykatave të rregullta, siç është gjykata Supreme, është vepër penale dhe pashtu në kallëzim kemi përmendur edhe shpërndërimin e detyrës zyrtare, sepse duke marrë funksione të paligjshme, janë shpërndar mijëra euro në disa vendime që marrën nga qeveria e Kosovës, dhe kjo situatë nuk mund të vazhdoj, duhet intervenimi i prokurorisë për të vënë në vend zbatimin e vendimit të Gjykatës Supreme, ligjit për Kushtetutës pashtu. Pyetja, kena? Në fakt, bëhet fjallë për një deklarim që patë të Zdrikonjuca sa doli nga gjykata për një tjetër rast. Tha se i kanë emrat për president, por rëndë nuk ka një takim të tillë që bëmohet me LDK-n. Si shihni këtë proces, për shkak që është edhe si rjedhoi. Ne kemi deklaruar një qëndrim që nuk e ndrojmë më. Ne nuk kemi asnjë negociat me lëvizjen e vendosje. Ne jemi parti opozitare, neve nuk na intereson çka bën lëvizja e vendosje, sepse dialogu mes neve ka dështuar për shpajt e Albin Kurtit, sepse ka saju një proces që ka që drejt dështimit dialogut politik, që ne jemi parti opozitare, edhe ky qëndrim është qëndrim shumë korrekt, por e keqja e situatës sotme është që vendi ku na veprojmë si parti opozitare është i mbyllur dhe është pamundsu veprimi opozitar normal. Prandaj sot po e drejtohemi prokurorisë speciale. A është presidenti ligjshëm ai që del nga ky kuvend që bëhet pas afateve dhe a ekziston mundësia që të çojë një kushtetuese, qoftë konstituimin e kuvendit, qoftë ndonjë vendim që mirret më pas, edhe pas kalimit të ditëshit që nuk ka pas ankesën e kushtetuese? Nuk do të kisha folur për situata hipotetike në mirë kuptim, po ajo që na angazhohemi sot është që kuvendi duhet të themelohet, sepse ka vendim gjykatës kushtetuese që thotë që shkelja e afatit për konstituim kuvendit nuk e shpërndan kuvendin, pra nuk e shuan detyrimin për ta themeluar atë, kështu që ne po bëjmë ftesë me u themelu. Vendimet që dalin nga një kuvend do ta shohim, kuvendi ka gryj legitimitetin e vet, përkatësisht këtë ka bërë lëvizja vendosje, duke mos e themelu, edhe një muaj e gjysmë pas janë certifikuar zgjedhjet, edhe sa u bën 2 muaj nga dita e zgjedhjeve. Nuk mund të ketë kushtetut tillë absurde dhe interpretime tillë absurde që me muaj tërë mbajnë një institucion të pathemeluar. Nga themelimi i këtij institucioni janë 60 ditë me zgjedh presidentin dhe ka mjaftueshëm kohë për të bërë negociata. Nëse 60 ditë janë mjaftueshme, kushtetuta ka paraqë me shkuën në zgjedhje, nëse nuk arrihet ajo, sigurisht që do lëvizet tutje. Zbregullar një situatë që nuk është hipotetike. Është kjo që çdo 48 orë PDK-ja vjen në kuvendin e Kosovës dhe thon edhe deputetët e partive të tjera që me arku me konstituu kuvendin, por çka vjen në sy vazhdimisht është që në shumicën e rasteve nuk janë të gjithë deputetët e PDK-s prezent në kuvendin e Kosovës, pse është ndodhur kjo, pse nuk po jeni të plot, ku po i themi edhe të tjerë që më arku. Shikoni, nuk mendoj se është problem ajo. Ky është një veprim politik. Ne e dim që këtu s'mund zgjedhim kryetar kuvendi, as mund ta konstruojmë kuvendin se si kemi vota. Kjo është e ditur. Ky është një veprim politik. Mungon një deputet një ditë, vjen një deputet tjetër një ditë, kjo nuk po të varet nga deputet tonë vinë 22 sa jemi. Kur është varur jemi arë. Ky është një veprim politik, mungesa një deputeti në një ditë dhe një tjetër në një ditë nuk e ndron
veprimin politik dhe qëllimin tonë politik me orë në vendin ku jemi zgjedhur. Në këtë kuvend herën e kalume, vitin e kalume me mbledh 1050 herë. Se thëshin du të më respektu 48 orë. Tash nuk respektohet. Atëherë si kishin votat, vishin propozeshin. Tash i kanë votat, nuk vi me propozu. Logjika e njëjtë, me blloku Kosovën, me blloku themelimin e institucion. Zoti Gruda, si e shihni vizitën e kryeministrit në detyrë, apo siç e quan në deputetin Kurti në Maqedoninë e Veriut, atje ka shkuar për një ceremoni të Mickockit në përvorimin e një rruge apo aksit të autostradës. Ju e akuzoni që është jashtë detyre, ndërkohë që në emër të qeverisë ka shkuar atje. Por neve ai nuk është kryeministër, është deputet si çdo deputet tjetër. Asnjë funksion s'mund të shtrohet pa kushtrim. Pjesën tjetër në një kuptim shalom për deklarime në një rast tjetër ku kemi një konferencë politike ose të kryetarit të partisë. William Walker ka tash po qarkullon në media se ka propozuar, është drejtuar në fakt liderëve politik me një letër ku ka propozuar si kandidat për president Faton Bislimen. Cilat janë qëndrimet e juaja? Nëse vetë se i keni pasur E thash qëndrimin, ne jemi parti opozitare. E thash qëndrimin tonë, qëndrimi një kandidat potencial. Qëndrimi jonë që me konë parti opozitare nuk ka ndru, nuk do të ndroj sepse nuk është qëndrim që bëhet një ditë dhe ndryshohet, është qëndrim i diskutuar në krejt strukturat e PDK-s, edhe të cilin do ta mbajmë deri në fund. Faleminderit shumë kolegë. Nuk jemi parti përcaktuar për parti opozitare. Nuk jemi në proces zgjedhës, faleminderit shumë që